Një zhvillim i ri politik është konfirmuar sot në Këshillin e Komunës së Tetovës, pasi dy këshilltar të AKI-s, që vinë nga radhët e ASH-s, Arlin Murtezani dhe Zehra Musahi, kanë paraqitur kërkesë zyrtare për të vepruar si të pavarur dhe për të shkëputur nga koalicioni AKI. Lajmin para nisjes së seancës e bëri publike kryesuesi i Këshillit Jusuf Abduli, i cili potencoi se kishte marrë një kërkesë me shkrim nga dy këshilltarët, ku deklarojnë se do të veprojnë si këshilltar të pavarur. Por këshilltari Arlin Murtezani, duke u prononcuar për mediat, tha se publikimi i sotëm i këtij vendimi bëhet me qëllim që të defokusohet opinioni nga pika e rendit të ditës lidhur me propozimin për rritjen e çmimit të shërbimeve komunale të kompanisë Sauber Maher. Veprimi jonë që të veprojmë si subjekt autonom opozitar ka qenë i njohur tash 7 muaj. Mirë, po atë kur e them se vleni e ka identik mentalitetin e BDI-s është se pikërisht sot zgjedh ta bëj publike nëpërmjet portaleve të tyre që ta defokusoj opinionin nga problemet reale që përballojnë qytetarët. Kjo ka të bëjë më shumë që ta defokusoj opinionin me rritjen që tenton ta bëje kompania private Sauber Maher tek faturat për grumbullimin e mbeturinave. Ne do vazhdojmë të ngelemi zëri i qytetarëve, do vazhdojmë të ngelemi krahu i mbrojtës i qytetarëve tanë dhe do ta mbajmë zotimin të cilin e kemi dhënë para qytetarëve. Ne vazhdojmë rrugtimin tonë, qëndrimin tonë, duke mos mbarë pasojat mbi supet tona, pasojat që i ka bërë gjithë koalicionimet e mëhershme, konkretisht BDI-ja edhe AKI-ja këto tjerat me radhë. Ky zhvillim pritet të ndikojë në balancat politike brenda Këshillit, duke hapur mundësi për rikonfigurime të reja dhe bashkëpunime të mundshme në të ardhmen. Me këtë vendim, koalicioni AKI mbetet me 10 këshilltar në Këshillin e Komunës së Tetovës.